a besojnë muslimanët dhe krishterët njëjtin Zot? Është një ngjashme me atë që përmendëm në fillim, pak preka, ka ngjashmëri, si çdo fe ka anën morale që tham. Pastaj Islami ka ngjashmëri patjetër me krishterimin, sepse për hir të historisë, për ata që njohin pak dhe historinë se si u formua Islami, pra në qytetin e Medinës, profeti i Kuranit gjendej kryes Medinë ku kishte hebrejnë dhe krishterë, sikurse ishte edhe tregtar, pra udhtonte me karavanet e tij në qytetin e shenjtë, pra flasim në Jerusalem. Pra kishte dëgjuar pra për Perëndinë e vetëm, që ka vetëm një Perëndi. Ndërkohë që arabët e asaj kohe ishin paganë si çdo kom tjetër. Dhe këtu është ngjashmëria, sepse ka ardhur nga gojdhënat e kulturës dhe traditës judeo-kristiane, që besonin një Perëndi, dhe judejnë kishin ngelur tek ligji i Mojsiut, që pra duhet të mbash ligjin për të vajtur në parajs, kurse krishterët thoshin që ligji është vetëm që do na tregojë mëkatin dhe të shkojmë në pendes, dhe Perëndia ka paguar për mëkatin Jezu Krishtin në kryq. Dhe ne marrim falat shpëtimin nga kjo dashuri dhe mëshirë e pamerituar e Perëndisë. Pra dhe Islami, të paktën në gjykimin tim, ai sa e njoh teologjinë islame, ka një përzierje midis krishtërimit, judaizmit dhe traditave lokale arabe. Por bazohet patjetër tek një Perëndi, pra monoteist. Pra kjo është e përbashkëta. Pastaj a besojmë një Zot? Unë do të them patjetër që jo, nuk është një Zot, nuk ka se si, se krishterët e kanë të fokusuar është Perëndia, aty biri fryma e shenjtë është një. Po është trini. Kurse muslimanët nuk e quajnë kështu, Allahu është vetëm një thonë. Dhe edhe krishterët një thonë është. Por që nuk kuptohet misteri i Perëndisë që është 1 dhe 3. Parë se ne kemi përshkruar pak me mendjen tonë edhe në videot e kaluara. Por çfarë është më ndërmë kryesore është që Islami mëson se nëse pranon Krishtin si biri i Perëndisë, ti bën shirk, dhe shirku është mëkat që Allahu nuk e fal, sipas tyre dhe shkon direkt në ferr. Pra këtë mësojnë muslimanët. Pra më kuptoni që asgjë tjetër veç Allahut, pra, dhe pavarësisht se në Kur'an, që më po lexoni syren Merjem, aty jepet pothuajse njësoj si në Bibël. Që Allahu, fryma e Allahut, shkoi tek Merjemja, pra dhe Bilgjeresha, dhe lindi një birë që duke dhe librin, Allah dhe ka dhe librin, fjalën. Pra është pothuajse njësoj, po me një gjë tjetër. Pra edhe në Bibël, pra në krishterët njëjtën gjë mësojmë, domthonë besojmë paktën. Perëndia, pra fryma e shenjtë, shkoi te Bilgjeresha dhe lindi biri i Perëndisë. Po muslimanët nuk e quajnë këtë bir i Perëndisë, pra biri i Allahut, e quajnë biri i Merjemës. Pra është teologjia e tyre, çfarë bëjnë? Po ta marrësh po t'ia thuash një fëmijë që është i zhveshur nga këto mësime fetare. Ti thua shiko, kur ke një Perëndi, Allahu apo kush do të qoftë, shon frymën e tij dhe një Bilgjeresh dhe lind kjo Bilgjeresh një djalë. Ku është ky djalë? Ai do thotë i Allahut është, sepse Allahu çe frymën tek grua dhe lindi. Pra muslimanët te kjo pikë ngjajnë me krishterët. Po ata nuk pranojnë që Krishti është biri i Perëndisë. Dhe nuk pranojnë që ka fjalën e jetës, ndërkohë që thonë që ka librin. Po që është teologjia e tyre dhe unë nuk më takon mua të flas për teologjinë islame. Unë po them vetëm dallimet që nëse pranon Krishtin si biri i Perëndisë dhe shpëtimtar, që është kufizuar për mëkatet e tyre, për tona, si e vetmja rrugë shpëtimi, ata thonë që ky është shirk, është mëkat, dhe Allahu nuk e fal vetëm këtë mëkat, dhe ti shkon direkt në ferr. Pra nuk ka falje. Kurse krishterimi mëson që Zoti Perëndia fal çdo mëkat nëse pendohesh. Pra shikoni, pra jo vetëm Krishti, ata thonë nuk fal, kurse ne themi Perëndia falësh, falës. Falën atë çdo mëkat pos padijes, ku ne nuk dinim çfarë bënim. Ishim zhytur në mëkat në padrejti, nuk e dinim. Perëndia i fal thotë dhe në Bibël thotë që edhe sikur mëkatet tuaja të jenë kuqe si gjaku, unë do t'i bëj të bardha si bora. Por e janë i diskutojmë për. Më falni, do të thonë që të pendoheni, të shkosh para Zotit. Dhe përveç asaj që Perëndia fal, në Bibël mësohet që vetëm nëse pendohesh, pra kthehesh te Perëndia, vetëm me anë të besimit në Krishtin shkon në parajs. Jezusi thotë, unë jam rruga e vërtetë dhe jeta, askush nuk shkon tek Ati vetëm përmes meje. Kështu që është shumë vargje të tjera në Kur'an që kam lexuar, por
nuk ja vlen domethënë koha, sepse nuk jemi këtu për të debatuar, jemi më tepër në shërbimin tuaj për të përgjigjur, në kuadrin e psikologjisë shpirtërore, që të jeni mirë shpirtërisht, dhe besoni që Perëndia ju do, Perëndia është falës, është i mirë, dhe është pranë atyre që i kërkojnë. Kur tjetë dallim, shumë në Kur'an shkruhet që Allahu është i shpejtë në zemërim, kurse në Bibël shkruhet që Perëndia është i ngadalshëm në zemërim. E kështu tjera, pra nuk është i njëjti Perëndi, ai i Kuranit dhe ai i Biblës. Përpos faktit që Kurani është shkruar pas vdekjes së profetit të Islamit, 600 sa vite pas Krishterimit.